Se themi elhamdulillah, çfarë kuptimi ka? Fjala elhamdulillah. Po pas bismillahit, duhet ta falenderojmë Allahun Azza ve Gjell që na ka, fillimisht, që na ka mundsu themi bismillah. Që na ka mundsu Allahu Azza ve Gjell ta kuptojmë bismillahin. Elhamdulillah është regjistru fjala e parë në surën e parë të Kuranit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdia, hamdi i takon Allahut, Zotit botnave. Ne vetëm që Allahu na ka mësue elhamdulillahin, dumi me thonë elhamdulillah. Vetëm se themi elhamdulillah, duhet me falendëruar Allahun, apo edhe një elhamdulillah. Kush na mësoi elhamdulillahin? Allahu. Kush na mësoi falenderimin? Allahu Azza ve Gjell. Po mos ta kish bua jetin, fillim, surës Fatiha, elhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdi, lavdia, i takon Allahut Azza ve Gjell, Zotit botnave, ne nuk do të kishim ditë se si ta falenderonim Allahun. Andaj ne falenderojmë Allahun Azza ve Gjell, që Allahu Azza ve Gjell na mundsoi ne të jemi falenderus ndaj tij. E falenderimi përfshin, sunullah, 3 segmente, 3 fusha. Falenderimi me zemër, që do të thotë Allahun Azza ve Gjell ta besojmë dhe ta ngulit mi thellë në zemrën ton një shmërin fjallën la ilahe illallah. Kur te ne ekziston në brendësin ton dëshmia la ilahe illallah, ne kemi falenderu Allahun Azza ve Gjell. Falenderimi i dytë është me gjuhë. Pra, atë që e kemi në brendësi, zemrën ton, duhet ta shprehim. Dhe falenderimi i tretë është kur ne e falenderojmë Allahun Azza ve Gjell me gjymtyrt dhe pjesë tona të trupit. Kështu besimtari e ka kuptu falenderimin, mirënjohjen ndaj Allahut. Nëse më lejon kisha me veçu edhe hajde po shkojmë te njeriu i parë, baba i njerëzimit, Ademin a.s. A e din, sigurisht e din të sunullah se kur të shtiti, qka tha Ademi a.s. Tha elhamdulillah. Hamdi, lavdia, falenderimi ty të takon o Allah. E mirë. Hajde kalojmë të pejgamberi i radhës, për shembull, Nuhi a.s. Qindra vite thirrje, davet. Pak njerëz i besun. Kështu ishte caktimi dhe urtësia e Allahut Azza ve Gjell, ndodhi vërshimi. Besimtarët ngallnyen. Pas ti ngallnimi, edhe kjo ndodhi me bismillah, me emrin e Allahut Azza ve Gjell, pasi me emrin e Allahut lundroi anija Nuhit alayhis salam. Ajo anija e ndërtuar me siç Allahu e përshkruan në Kur'an, me do drasa, me do baskia, me shumë thjesht, por ishte si që thotë Allahu në Kur'an, bi ajunina, shikimin ton, bi këshyrjen ton. E kur dul në selamet shpëtim Nuhi a.s. me besimtarët, e falenderoj Allahun Azza ve Gjell. Ademi a.s. e falenderoj Allahun. Nuhi a.s. e falenderoj Allahun. Kalojnë të pejgamberi tjetër. Ibrahimi a.s. Ishtim në mosh. Në mosh shtyme në pleshtri, Allahu Azza ve Gjell i dhuroi evlat. Çka tha? Tha elhamdulillah. Kalojmë te, për shembull, te pejgamberi i radhës Davudi a.s., Sulejmani a.s. Allahu këto 2 pejgamber i begatoi me të mira, në veçanti Sulejmani a.s. ju lut Allahut Azza ve Gjell për diçka që nuk ta merr mendje, Allahu i dhuroi i dhe i dha. E për këto mirësi të cilat i gëzonte Sulejmani a.s. e Davudi a.s. ishin mirënjohës ndaj Allahut me fjalën elhamdulillah. Kjo për udhje kuranore udhëzim, çka na jep neve me kuptu? Bismillah atje? Elhamdulillah. Sendët gjanat tona, jetën ton ta organizojmë me emrin e Allahut. E më pas, për udhje udhëzimi i radhës ku jemi tani te në përfundim të përgjigjes së dytë për elhamdulillahin,
Pra edhe duhet ne të jemi mirënjohës falenderus ndaj Allahut Azze ve Gjell për çdo mirësi. Me leje ta kisha përmbyll edhe me një fjalë të Ibnil Qayyimit rahimahullah, ku thot: sikur të nderuar shikues, dëgjoni me vëmendje këtë fjalë këtij dietarit madh. Ai thot kështu: sikur Allahu të ta jep ty gjithë dynjan dhe çka ka në te. Pas gjithë kësaj, ti i thu Zotit tënd elhamdulillah, lavdia, hamdi ty takon o Allah. Që kjo fjalë elhamdulillah është më e madhe se gjithë bota. Pse? Sepse dynjaja dhe çka kanë to kalimtare dhe shkojnë dhe përfundojnë, ndërsa elhamdulillah yt sunullah regjistrohet në regjistrin dosjen tonde dhe në ditën e gjykimit me emrin e Allahut, me falenderimet ndaj Allahut Azze ve Gjell, do ta gjesh fjalën elhamdulillah. Këtu është ajo përjetësia e fjalës elham. I lumi ai, i cili është falenderus mirënjohës ndaj Allahut. Alhamdulillah. Fjalë madhështore nga Ibn Qayyimi, subhanallah.